Ushtruesi i detyrës, kryetari komunës së Gostivarit Fadil Xhelili ka vizituar institucionet e kujdestarisë që kujdesen për sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve me rastin e natës së ndorimit të motmoteve. Vizita e parë u realizua në stacionin e policisë, ku Xhelili uroi efektivët për vitin e ri duke përcjellë mesazhin që nata festive të kalojë qetë pa incidente dhe lëndime. Sonte vendosëm që të vizitojmë të gjithë institucionet shtetërore të cilët 24 orë janë në shërbim të qytetarëve dhe përveç stacionit policor, zjarfikësve, padyshim se edhe spitali është institucion i rëndësishëm nga sfera shëndetësore dhe 24 orë ekipet e urgjencës dhe spitalit janë në dispozicion të qytetarëve. Falenderoj drejtorin e spitalit për mikpritjen dhe personelin të cilët sonte në pritjen e vitit të ri, në përcjelljen e vitit të vjetër, do të jenë të gatshëm dhe në shërbim të detyrës së tyre fisnike që mos dash Zoti raste aksidentale apo të ndryshme ku ato duhet të shërbejnë dhe të trajtojnë. Uroj që viti që na vjen 2026 që jetë një vit me më pak probleme, që jetë një vit më i suksesshëm dhe më i begatshëm si për personelin mjekësor, ashtu edhe për të gjithë qytetarët e komunës së Gostivarit me vendbanimet parreth. Më pas, ai vizitoi njësinë territoriale të zjarfikësve, ku u njoh nga afër me punën dhe kushtet në të cilat veprojnë zjarfikësit, duke uruar atyre një natë të qetë pa nevojë për intervenime. Në vazhdim, Xhelili, shoqëruar nga ekipi që e shoqëronte, vizitoi shërbimet shëndetësore, fillimisht ndihmën e shpejtë, nga ku informua se nata kishte nisur e qetë me intervenime të zakonshme. Dalesa e fundit ishte spitali i përgjithshëm Ferit Murat. Aty u prit nga drejtori i spitalit Emri Bajrami, i cili i falenderoi Xhelilin për vizitën dhe theksoi se gjatë kësaj nate festive në kujdestari janë angazhuar rreth 60 të punësuar për të shërbyer qytetarëve. Kryetarit i dëshiroj sukses, jetë të gjatë, lumturi, shëndet, edhe një vit të begatshëm në vitin 2026. Gjithashtu vlen t'ju informoj se si sonte janë nga gatishmëri të gjithë ekipet kujdestare, rreth 60 persona janë të angazhu, për shkak se ndoshta edhe këtë pak më tepër punë, e kështu. Faleminderit shumë edhe një herë nga ana juaj që keni erdhur na vizitoni. Gjatë vizitës në të gjitha institucionet, Fadil Xhelili ndau pako simbolike të vitit të ri për të punësuarit, si shenjë mirënjohjeje për përkushtimin dhe angazhimin e tyre gjatë natës festive.